Zotëri, përshëndetje. Përshëndetje. Kush jeni? Avni Bega, unë kam një gjallë të sëmur, edhe ai djali prej 13 vitësh i era një paralizë cerebrale, edhe qemi leuqemi edhe i era paraliza cerebrale prej 13 vitësh, edhe as nuk flet më, as është i pavetëdijshëm, ka humbë ndjenjat e jo ndjenja, ka humbë ato njohurinë, si me thonë, edhe nuk kuptoj fare. Emiliano Bega. Edhe qoha gjallin e qike rrugë e Kosovare ku janë ke doktori, edhe më tha, bjere në Turqi, të bëjmë një kontrol, edhe mund bëhet. Ka tha, po kontrolin, s'di që të temë, tha. Pra, nëse dërgohet në Turqi, ka shpresa për t'ju rikthyer normalitet? Po, ka shpresë. Cilat janë të ardhurat e familjes tuaj? Po të ardhë vetëm mu punoj. Vetëm mu jam, e thash gjallit bilët, ati gjallit quj, i thash, shumë vetëm mu punoj, kam një rogë minimale. Edhe si përballej tot, se ki dhe i lashe, vetëm për del jashtë, se e nuk del as jashtë, e nuk lëvis. Vetëm për del jashtë, du 90.000 lekë mujt. Për del jashtë, plus i lashet e kokës, i kom pas pagu 114, të shikëm gjithë dhe në ndoshë, shtu me zorë, të lypë si me thonë. Sa janë shpenzimet pak a shumë për djalin tuaj? Më thonë kujdeset Për për bashkëshortje, besoj. Me mës i kali 400 mishen, me mës bobi e rejeni i kali 400 mishen. Vetëm për djali. Palu kërë të hongë me, të pi me, kam nevej për ndihmë. Si a dini të përballoni gjithë të shpenzime? Po, si a dini. Ma kush njëri, rrinë e pa pukë, rrinë jeto si dejtë, nuk ka si a dini. Ma i të buke, hanaj si rrinë rrugave, po nuk ma kush si a dini, po. Me jetu nuk jetohet, atë për dalë, mund flesh në pa dalë, si a dini, për shemë, ku fle pa dalë. E mbi jeto. Me jetu hetë me majtë frimë në gjallë. Se ky i do, i lashet i do, pa mbeset i do. Për lobatrishja, 3-4 herë ndihës vetëm për djalin e do. E me hangër do. U bëjë thirrje gjithë shqiptarëve, sa të pak, kush ketë mundësi, me ndihmu për djalin, ta vejnë dorën zemër, të ndihmojnë. Djalin e është i pavetëdijshëm, as nuk flet, as ti thash një herë përpara, as nëse mundet, va di për faleminderit gjithëve.